Në savanën e Tanzanisë, ku dielli ndëshkon tokën me 40 gradë, ekziston një popull që kur nuk mësoi të mbjellë, kur nuk rriti bagëti, kur nuk ndërtoi shtëpi me tulla. Janë Hadzabe, gjuetarët mbledhësit e fundit origjinal të Afrikës Lindore, një fis prej rreth 1300 njerëzish që mbjetojnë saktësisht siç bënin paraardhësit e tyre 40.000 vjet më parë. Dhe midis sfidave me të cilat përballen për të mos vdekur nga uria, është një që sfidon çdo logjik, rrëzimi i një elefanti afrikan prej më shumë se 6 tonësh duke përdorur vetëm harqe, shigjeta dhe helmin e nxjerrë nga bimët. Nëse jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikojeni deri në fund, regjistrohuni tani në kanal dhe komentoni nga ku po na ndiqni. Mendoni për skenarin. Një burr i rritur Hadzabe peshon mesatarisht 60 kg. Një elefant mashkull afrikan i savanës mund të kalojë 6900 kg. Proporcioni midis grabitçarit dhe preus është 1:115. Ekuivalenti do të ishte një qenie njerëzore moderne që përpiqet të gjuajë një krijesë me madhësinë e 2 autobusëve shkollor të stivosur, duke përdorur vetëm një shkop të mprehur. Shigjeta e Hadzabe, e bërë prej druri dhe me maj metali të farkëtuar nga kovaçët e fisit fqin datoga, peshon më pak se 100 gram. Kafka e elefantit vetëm peshon 52 kg dhe mbrohet nga një strukturë kockore në formë hoje që thith goditje. Lëkura e kafshës arrin deri në 2 cm e gjysmë trashësi në pjesë të caktuara të trupit. Por Hadzabet nuk varen nga forca brutale. Varen nga kimia. Historia e kësaj gjuetie fillon shumë përpara konfrontimit me kafshën. Fillon në brigjet e liçenit Eyasi, një pasqyrë uji të kripur që shtrihet në 1050 km2 në fund të luginës së Riftit, në jug të parkut kombëtar të Serengetit. Është një liçen tekanjos që mbushet dhe thahet sipas stinëve, her pas here aq i cekët sa Hadzabet arrin ta kalojnë atë në këmbë. Në stinën e thatë, uji tërhiqet dhe lë të ekspozuara fusha kripe të bardhë që pasqyrojnë diellin si metal i lëmuar. Në stinën e shiut, flamingot dhe pelikanët pushtojnë brigjet e tij. Është në këtë ekosistem të paparashikueshëm, të rrethuar nga akacie të përdredhura, baobab antik dhe shkure me gjëmba, që Hadzabet jetojnë prej të paktën 10.000 vjetësh. Territori i tyre tradicional dikur ishte i gjerë. Përfshinte më shumë se 6500 km2 savan, pyll dhe mal. Megjithatë, në dekadat e fundit, fiset blegtore fqinje, fermerët, gjuetarët sportiv dhe madje edhe sipërmarrësit e huaj morën më shumë se 90% të këtyre tokave. Hadzabet u shtyn në xhepa gjithnjë e më të vegjël, të detyruar të konkurrojnë për burime që dikur ishin të bollshme. Gjitarët e mëdhenj që gjyshërit e tyre gjuanin shpesh, si zebrat, kirafat, buajt dhe elefantët, u bën të rrallë. Por nuk u zhdukën plotësisht. Atëherë lind dilema e mbijetesës. Në stinën e thatë, kur frutat paksohen dhe tuberët bëhen më të vështirë për t'u gjetur, mishi bëhet thelbësor. Një der i egër ose një impala ushqen një kamp prej 20 deri në 30 persona për 2 ose 3 ditë. Por një elefant është ndryshe. Një elefant i vetëm mund të sigurojë më shumë se 2 ton mish të përdorshëm, yndyrë të mjaftueshme për javë të tëra gatimi, organe të pasura me lëndë ushqyese që konsumohen menjëherë pas therjes, dhe një sasi proteine të aftë për të mbajtur një komunitet të tërë gjatë fazës më kritike të vitit. Problemi është se arritja deri te ky mish kërkon përballjen me kafshën më të madhe toksore të planetit. Gjuetarët Hadzabe nuk punojnë vetëm. Gjuetia e elefantit është një ngjarje kolektive që mund të përfshijë nga 5 deri në 12 burra, varësisht nga madhësia e grupit dhe disponueshmëria e shigjetave të helmuara. Përgatitjet fillojnë ditë më parë, her pas here javë. Së pari, duhet të sigurohet që helmi të jetë gati. Helmi më i përdorur nga Hadzabet vjen nga një bimë e quajtur trëndafili i shkretëtirës, e njohur shkencërisht si Adenium obesum. Kjo bimë, me lulet e saj ros të ndezura dhe trungun bulbos të mbushur me ujë, rritet në ishujt shkëmbor pranë bregut juglindor të liçenit Eyasi. Hadzabet udhëtojnë deri atje posaçërisht për të mbledhur lëngun e saj. Bima përmban glikozide kardiake, përbërës kimik që, kur hynë në rrjedhën e gjakut të një kafshe, shkaktojnë aritmi kardiake, paralizë muskulore progresive dhe, përfundimisht, arrest kardiak. Lëngu nxirret nga degët dhe trungu, zihet për të përqendruar fuqinë e tij dhe shndërrohet në një pastë të zezë dhe ngjitse që aplikohet në majat e shigjetave. Ka një ironi mizore në këtë proces. Helmi që vret elefantin është i padëmshëm për njerëzit që hanë mishin e tij më pas.
Glikozidet kardiake shkatërohen nga nxehtësia e gatimit dhe nuk thithen nga sistemi i tretës kur gëlltiten. Ata funksionojnë vetëm kur futen direkt në gjak. Kjo do të thotë që hadzaabet mund të helmojnë shigjetat e tyre, të therin kafshën, të pjekin mishin mbi zjarr dhe të ushqehen me të pa asnjë rrezik dehjeje. Është një sofistikim biokimik i zhvilluar përgjatë mijëra viteve të provave dhe gabimeve. Por vetëm helmi nuk mjafton. Konsideroni situatën. Një shigjet e helmuar duhet të depërtoj lëkurën e elefantit, të kaloj shtresën e yndyrës në lëkurore, të godas një enë gjaku ose muskull të mirë iriguar dhe të depozitoj toksinën në rrjedhën e gjakut. Nëse shigjeta vetëm gërvisht sipërfaqen e lëkurës, helmi nuk do të ketë efekt. Nëse godet një zonë me pak qarkullim gjaku, si lëkura e trash e shpinës, thithja do të jetë shumë e ngadalë dhe kafsha mund të përshkojë 10 kilometra para se të ndjejë ndonjë simptom. Hadzaabet e din këtë. Prandaj, ata synojnë pika specifike. Gjuetarët me përvojë u mësojnë të rinjve se zonat më të prekshme të elefantit janë ato ku lëkura është më e hollë dhe enët e gjakut janë më afër sipërfaqes, rajoni pas veshëve, pjesa e brendshme e këmbëve të para, qafa anësore dhe barku. Goditja e secilës prej këtyre zonave rrit në mënyrë drastike shanset për një thithje të shpejtë të helmit. Por afrimi mjaftueshëm për të bërë një gjuajtje të saktë është një problem tjetër. Elefantët afrikan kanë një shisë nuhatjeje të jashtëzakonshme. Feçkat e tyre përmbajnë miliona receptorë olfaktive, më shumë se çdo gjitar tjetër i studiuar ndonjëherë. Ata arrin të zbulojnë ujin nëntoksor kilometra larg dhe të nuhasin grabitqarët edhe para se t'i shohin. Dëgjimi i tyre është gjithashtu i jashtëzakonshëm. Veshët gjigant, që mund të masin deri në 1,80 metër gjatësi dhe 1,20 metër gjerësi, kapin tinguj në frekuenca shumë të ulta, të padëgjueshme për njerëzit, duke lejuar komunikimin midis individëve të ndarë deri në 10 kilometra. Dhe shikimi i tyre, ndonse nuk është aq i mprehtë sa ai një feline, zbulon lëvizjen me efikasitet të mjaftueshëm për të identifikuar kërcënimet. Hadzaabet duhet të tejkalojnë të gjitha këto mbrojtje. Gjuetia zakonisht fillon në orët e para të mëngjesit, kur ajri është ende i ftohtë dhe aromat nuk shpërndahen aq shpejt. Gjuetarët lëvizin në heshtje absolute, të zbathur për të shmangur kërcitjen e degëve nën sandale, duke komunikuar vetëm me gjeste. Ata ndjekin gjurmët e lëna në tokë, gjurmë që mund të kenë më shumë se 40 cm diametër, grumbuj jashtëqitjeje që tregojnë kalimin e fundit të kafshës, degë të thyra në lartësinë 3 metra ose më shumë. Gjurmuesit me përvojë arrin të përcaktojnë jo vetëm drejtimin e elefantit, por edhe madhësinë e tij të përafërt, gjendjen e tij shëndetësore dhe sa kohë më parë ka kaluar andej. Dokumentet dhe regjistrimet antropologjike tregojnë se kjo fazë e gjurmimit mund të zgjas orë ose madje ditë të tëra. Kur më në fund e dallojnë elefantin, gjuetarët nuk sulmojnë menjëherë. Ata vëzhgojnë. Studiojnë lëvizjet e kafshës, identifikojnë drejtimin e erës, vlerësojnë nëse ka të vegjël ose femra mbrojtëse afër. Një elefant i rritur i vetëm është më pak i rrezikshëm se një grup familjar i udhëhequr nga një matriark. Matriarkat janë jashtëzakonisht agresive në mbrojtjen e kopës dhe mund të organizojnë sulme të koordinuara kundër ndërhyrësve. Afrimi përfundimtar bëhet kundër erës në mënyrë që era e gjuetarëve të mos arrijë te kafsha. Ata zvarriten në përbarin e thatë, shfrytëzojnë mbulimin e shkurreve dhe shkëmbinjve, lëvizin vetëm kur elefanti është i shpërndar duke ngrënë ose duke pirë ujë. Qëllimi është të arrihet në një distancë prej 20 deri në 30 metra, mjaftueshëm afër për një gjuajtje të saktë, mjaftueshëm larg për të pasur një rrugë shpëtimi në rast se sulmi dështon. Pastaj vjen shkrepja. Harqet Hadzabe janë bërë prej druri lokal, zakonisht nga një pemë e quajtur mutateko, e përzgjedhur për fleksibilitetin dhe rezistencën e saj. Janë harqe të thjeshta, pa rrotulla apo mekanizma modern, me një forcë tërheqjeje që mund të arrijë deri në 45 kg. Gjuetarët më të fortë arrin të përdorin harqe me tërheqje deri në 100 pound, ekuivalente me 45 kg forcë të nevojshme për të tërhequr kordonin deri në pozicionin e gjuajtjes. Shigjetat janë të balancuara me kujdes, me trungje druri të lëmuara nga dhëmbët e vetë gjuetarëve dhe të pajisura me pupla për të stabilizuar fluturimin. Gjuajtja e parë rrallë vret. Edhe me helm të fuqishëm, edhe me shënjestër të saktë, elefanti nuk bie menjëherë. Ajo që ndodh është fillimi i një ndjekjeje që mund të zgjas nga disa orë në disa ditë. Kafsha, e plagosur dhe me toksinën që fillon të qarkullojë në sistemin e saj, ikën.
Gjuetarët e ndjekin duke mbajtur distancë të sigurt, duke vëzhguar shenjat që helmi po jep efekt. Simptomat e para përfshin pështymje të tepërt, pengime të rastësishme, lëvizje të pakoordinuara. Ndërsa glikozidet kardiake ndërpresin aktivitetin normal elektrik të zemrës, elefanti fillon të shfaqë dobësi në këmbë, vështirësi për të mbajtur ekuilibrin, frymëmarrje të rënduar. Pritja është pjesa më e vështirë. Gjuetarët duhet të mbajnë kontakt vizual ose të paktën të ndjekin gjurmët pa e humbur shtegun. Nëse elefanti vdes shumë larg kampit, transportimi i mishit bëhet logjistikisht i pamundur. Nëse ai vdes pranë një zone të frekuentuar nga luanët ose hienat, grabitqarët mund të pretendojnë kufomën para se njerëzit të arrijnë. Çdo vendim gjatë kësaj faze ka pasoja për mbijetesën e të gjithë komunitetit. Kur elefanti më në fund dorëzohet, puna sapo fillon. Therja bëhet në vend duke përdorur thika të thjeshta metali të marra përmes shkëmbimeve me fisin datoga, kovaç tradicional që jetojnë në të njëjtin rajon. Hadzabet nuk shpërdorojnë asgjë. Mëlçia, e konsideruar pjesa më e vlefshme, hiqet e para dhe konsumohet e gjallë ose lehtësisht e pjekur nga gjuetarët që morën pjesë në ekspedit. Është një traditë që daton prej brezash, një mënyrë për të nderuar përpjekjen fizike ekstreme që kërkoi gjuetia. Zorët zbrazen dhe pastrohen për t'u përdorur si enë ruajtjeje. Yndyra nënkurore ndahet për t'u përdorur si lëndë djegëse gatimi dhe si hidratues për lëkurën e tharë nga dielli. Kockat më të mëdha thyen për nxjerrjen e palcës, një burim i përqendruar kalorish dhe lëndësh ushqyese. Mishi pritet në ripa dhe transportohet mbrapsht në kamp në disa udhëtime. Nuk ka ftoje, natyrisht. Hadzabet varen nga teknikat e tymosjes dhe tharjes së shpejtë për të ruajtur atë që nuk arrin të konsumojnë menjëherë. Një pjesë e mishit piqet në të njëjtën ditë dhe ndahet me të gjithë anëtarët e grupit, përfshirë fëmijët, të moshuarit dhe ata që nuk morën pjesë në gjueti. Ky është një rregull themelor i shoqërisë Hadzabe, askush nuk rri i uritur për sa kohë ka ushqim në dispozicion. Nuk ka shefa, nuk ka hierarki formale, nuk ka pronësi ekskluzive mbi burimet ushqimore. Ajo që sjell një gjuetar u përket të gjithëve. Dimensionojeni këtë. Në një shoqëri ku ekonomia monetare nuk ekziston, ku nuk ka rroga, kontrata apo llogari bankare, e vetmja monedhë është besimi. Një gjuetar që do të refuzonte të ndante mishin do të ostracizohej shoqërisht, i paaftë për të llogaritur ndihmën e të tjerëve kur ai vetë do të ishte në nevojë. Sistemi funksionon sepse reciprociteti është i pashmangshëm. Javën tjetër, në stinën tjetër të thatë, do të jetë një gjuetar tjetër që do të sjell preng, dhe ai që sot mori do të duhet të javë. Por gjuetia e elefantit përfaqëson më shumë se mbijetesë ushqimore. Përfaqëson ruajtjen e një identiteti kulturor që po zhduket me shpejtësi alarmante. Nga 1300 hadzabe që ekzistojnë sot, vetëm rreth 300 ende jetojnë ekskluzivisht nga stili tradicional i jetesës. Të tjerët u thithën nga turizmi, nga ekonomia informale e fshatrave fqinje, ose thjesht braktisën praktikat e lashta për mungesë territori ku t'i ushtronin ato. Qeveria e Tanzanisë i njeh Hadzabet si një nga etnitë e vetme të autorizuara për të gjuajtur për mbijetesë pa pasur nevojë për licencë speciale. Është një njohje se mënyra e tyre e jetesës është para kufive kombëtar, para ligjeve të konservimit, para vetë idesë së pronësisë së tokës. Studiuesit nga Universiteti Stanford dhe institucionet të tjera kaluan vite duke studiuar Hadzabet, jo vetëm metodat e tyre të gjuetisë, por edhe shëndetin e tyre. Rezultatet zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Mikrobioma e zorëve të Hadzabeve, komuniteti i trilion baktereve që jetojnë në sistemin tretës dhe ndikojnë në gjithçka, nga tretja deri te sistemi imunitar dhe humori, është dramatikisht e ndryshme nga mikrobioma e njerëzve që jetojnë në shoqëri të industrializuara. Shifrat janë zbuluese. Një i rritur tipik Hadzabe zotëron mesatarisht 730 lloje të ndryshme bakteresh të zorëve. Një i rritur tipik amerikan zotëron vetëm 277. Është pothuajse 3 herë më pak diversitet. Dhe ky diversitet duket se është i lidhur drejt për drejt me dietën. Hadzabet konsumojnë mesatarisht 100 deri në 150 gram fibër në ditë, të marrë kryesisht nga tuberet e egër, frutat e baobabit dhe rrënjët e nxjera nga gratë e fisit. Një amerikan mesatar konsumon 15 gram. Diferenca është pothuajse 10 herë. Kjo fibër ushqen bakteret e zorëve, të cilat nga ana e tyre prodhojnë përbërës antiinflamator, vitamina dhe metabolit të tjerë thelbësor për shëndetin.
Hadzabet nuk vuajnë nga kanceri i kolonit, sëmundja e Crohn, koliti ose sëmundje të tjera të zorrëve të zakonshme në shoqëritë perëndimore. Jetojnë jetë aktive deri në mosha të thyra, me disa individ që arrin të 70-tat ose të 80-tat në kushte fizike që do të befasonin mjekët e mësuar me pacientë sedentar. Por nuk janë të pavdekshëm. Pritshmëria mesatare e jetës është e ulët kur konsiderohet vdekshmëria foshnjore. Sëmundjet infektive, aksidentet e gjuetisë, kafshimet e gjarpërinjve dhe komplikimet në lindje vrasin shumë njerëz para se të arrijnë moshën e arritur. Ata që i mbijetojnë fëmijërisë, megjithatë, shpesh jetojnë dekada në shëndet relativisht të mirë. Është një paradoks që sfidon nocionet moderne të mjekësisë parandaluese. Vëzhgoni se çfarë ndodh kur e shohim gjuetinë e elefantit përmes këtij lenti më të gjerë. Nuk është vetëm një teknikë mbijetese. Është shpreha e një sistemi të plotë të njohurive ekologjike të grumbulluara përgjatë mijëra viteve. Hadzabet e din cilat bimë prodhojnë helm efektiv, ku t'i gjejnë, si t'i përpunojnë. Din të gjurmojnë kafshët duke lexuar shenja të padukshme për sytë e patrajnuar. Din të punojnë në ekip pa struktura hierarkike formale. Din të ruajnë mishin pa ftoje, të shpërndajnë burimet pa para, të krijojnë komunitete pa qeveri. E gjithë kjo është e kërcënuar. Përparimi i fermave dhe kullotave mbi territorin Hadzabe zvogëlon zonën e gjuetisë çdo vit. Kafshët e përmasave të mëdha bëhen më të rralla. Burimet e ujit monopolizohen nga kope bagëtish që u përkasin fiseve fqinje. Në vitin 2007, qeveria lokale arriti të japë me qira 6500 km2 tokë Hadzabe për familjen mbretërore të Abu Dhabit për t'u përdorur si rezervat gjuetie privat. Hadzabet u dëbuan, disa u burgosën për rezistencë. Presioni ndërkombëtar detyroi anulimin e marrëveshjes, por precedenti mbeti i vendosur, të drejtat e tyre mbi tokën janë të brishta. Në vitin 2011, një komunitet prej 700 Hadzabe më në fund mori tituj formal mbi 20.000 hektar territor. Ishte hera e parë që qeveria e Tanzanisë njihte zyrtarisht të drejtat pronësore të një fisi pakic. Hadzabet festuan, por e dinin se ishte vetëm një fraksion i asaj që paraardhësit e tyre zotëronin. Gjuetia e elefantit në këtë kontekst nuk është vetëm ushqim. Është rezistencë. Është pohimi se një mënyrë jetese mund të mbijetojë pavarësisht të gjitha forcave që përpiqen ta eliminojnë atë. Çdo herë që një grup gjuetarësh Hadzabe rrëzon një elefant duke përdorur teknika të transmetuara gojarisht për qindra breza, ata po vërtetojnë se njohuria e lashtë ende funksionon, se kimia e bimëve ende vret, se durimi ende mposhtë forcën brutale. Dhe mbase kjo është gjëja më mbresëlënëse nga të gjitha. Jo bëma fizike e therjes së një kafshe prej 6 tonësh me shigjeta druri. Jo sofistikimi biokimik i helmit. Jo logjistika e gjurmimit, ndjekjes dhe transportimit të tonëve të mishit nëpër savan pa automjete apo pajisje moderne. Më mbresëlënëse është këmbëngulja. Hadzabet mund ta kishin braktisur këtë stil jetese dekada më parë. Mund të ishin integruar në fshatrat bujqësore fqinje, të kishin mësuar të mbillnin misër, të rritnin dhi, të shisnin punime artizanale për turistët. Disa e bën këtë. Por një bërthamë rezistente vazhdon të jetojë si paraardhësit e tyre jetonin kur evropianët e parë mbërritën në rajon në fund të shekullit të 19 dhe gjetën një popull që ishte tashmë aty prej brezash të panumër. Antropologët gjerman që dokumentuan Hadzabet për herë të parë mbetën të habitur me refuzimin e tyre për të adoptuar bujqësinë. Misionarët u përpoqën t'i kthenin ata në krishterim dhe në jetën sedentare në vitet 1927, 1939 dhe 1965. Të gjitha përpjekjet dështuan. Hadzabet thjesht u kthyen në pyll kur misionarët i lanë të qetë. Kjo kokfortësi ka një kosto. Sëmundjet e vendbanimeve, veçanërisht ato që prekin fëmijët, vranë shumë njerëz gjatë periudhave kur u detyruan të jetonin në fshatra fiks. Hadzabet mësuan, përmes përvojës së dhimbshme, se sistemi i tyre imunitar ishte përshtatur me jetën nomade, jo me jetën sedentar. Kampet e zhvendosjes u bën kurthe vdekjeprurse. Kur kishin opsionin, iknin. Ende ikin. Grupet që jetojnë më larg rrugëve turistike dhe fshatrave bujqësore janë më tradicionalet, më të shëndetshmit, më rezistentët ndaj presionit të jashtëm. Ata vazhdojnë të zgjohen para agimit për të gjuajtur, vazhdojnë të ndjekin gjurmët e kafshëve nëpër savan, vazhdojnë të helmojnë shigjetat me lëngun e adeniumit, vazhdojnë të ndajnë mishin me të gjithë anëtarët e grupit.
Dhe her pas here, kur kushtet janë të favorshme, kur gjurmët tregojnë në drejtimin e duhur, kur era frynë në favor dhe helmi është i fuqishëm, ata ende rrëzojnë elefant. 6 ton muskuj, kock dhe lëkur. Të therrur nga burra që peshojnë më pak se një nga këmbët e tyre. Duke përdorur teknologji që nuk ka ndryshuar në mijëra vjet. Është e lehtë ta romantizosh këtë. Është e lehtë t'i shndërrosh Hadzabet në simbole të një jete më të thjeshtë, më autentike, më të lidhur me natyrën. Por realiteti është më kompleks. Ata nuk jetojnë kështu sepse zgjodhen filozofikisht të refuzonin modernitetin. Jetojnë kështu sepse është ajo që funksionon për ta, sepse është ajo që din të bëjnë, sepse është e vetmja formë ekzistence që ka kuptim në mjedisin ku lindën. Kur pyeten për të ardhmen e tyre, Hadzabet më të vjetër shprehin shqetësim. Shohin të rinjt e tërhequr nga fshatrat, nga celularët, nga rrobat perëndimore, nga premtimi për një jetë më të lehtë. Shohin tokën duke u tkurrur, kafshët duke u zhdukur, burimet e ujit duke u tharë. Nuk e din nëse nipërit e tyre do të gjuajnë ende elefant, apo nëse kjo aftësi do të vdes me brezin aktual. Por për sa kohë do të ketë Hadzabe që jetojnë në pyll rreth liçenit e Yasi, për sa kohë do të ketë gjuetarë që njohin sekretet e helmit dhe zakonet e kafshëve, për sa kohë do të ketë komunitete që ndajnë gjithçka dhe nuk zotërojnë asgjë. Gjuetia e elefantit do të vazhdojë të jetë e mundur. Jo si spektakël për turistët. Jo si kuriozitet antropologjik. Por si domosdoshmëri. Si traditë. Si provë që njerëzit, kur kanë nevojë, janë të aftë për bëma që duken të pamundura. 6 ton. Shigjeta Druri.